Emri i viktimës Gëzim Via, mosha 78 vjeç, vendngjarja banesa e tij, fshati Bullgarec, Korç. Data e gjetjes së trupit 2 prill 2026. Statusi i çështjes: ngjarje kriminale, vrasje në nëntim. Heshtja u thye sërish në qarkun e Korçës. 8 muaj pas vrasjes së Kozeta Teços, duke rikthyer vëmendjen tek një tjetër ngjarje e rëndë që tronditi zonën dhe ngriti pikpyetje mbi sigurinë në komunitet. Një ngjarje e rëndë u regjistrua në fshatin Bullgarec, rreth 5 kilometra larg qytetit të Korçës. Në rrugën 14 Shtatori u gjeti pa jetë 78 vjeçari Gëzim Via. Trupi i tij u konstatua në një nga dhomat e banesës, i shtrirë në tokë. Ngjarja u evidentua për herë të parë në mëngjesin e datës 2 prill, rreth orës 9:40. Sipas të dhënave, ishte punonjësi i postës, shtetasi me iniciale EL, 64 vjeç, ai që shkoi pranë banesës së viktimës për t'i dorëzuar pensionin. Pasi ka trokitur dhe e ka thirrur disa herë, ai nuk ka marrë asnjë përgjigje, duke ngritur dyshime për një situatë të pazakontë. Menjëherë, një prej fqinjeve të banesës ngjitur ka ndërhyrë, duke thyer xhamin për të hapur derën dhe për të hyrë në banesë. Brenda, ata kanë konstatuar 78 vjeçarin të shtrirë në tokë dhe menjëherë kanë njoftuar policinë. Patrulla e policisë së rendit ka mbërritur brenda pak minutash në vendngjarje, duke bërë rrethimin e banesës dhe duke nisur kqyrjen e vendit të ngjarjes. Zona është trajtuar si skenë krimi, ndërsa grupi hetimor ka nisur menjëherë veprimet për mbledhjen e provave dhe dokumentimin e çdo detaji. Gëzim Via jetonte i vetëm në banesën e tij. Ai ishte baba i 4 fëmijëve dhe ishte divorcuar rreth 25 vite më parë nga ish bashkëshortja, pa lidhur më pas një martesë tjetër. Në të kaluarën kishte punuar si minator dhe pas daljes në pension ishte marrë edhe me punë mekanike. Me një fizik të mbajtur për moshën dhe një gjendje të mirë shëndetësore, ai gëzonte respekt në zonë dhe jetonte në kushte të mira në banesën e tij. Sipas të dhënave, në mbrëmje ai vizitoi shpesh nga njëri prej djemve, i cili edhe pse banonte në qytetin e Korçës, mbante një lidhje të vazhdueshme me teatrin dhe me fshatin. Ai e vizitonte pothuajse çdo mbrëmje, ndërsa në oborrin e banesës së teatrit mbante edhe pajisjet e punës. Djali merrej me riparimin e lavatriçeve, të cilat i siguronte shpesh nga Greqia, duke i riparuar dhe më pas duke i shitur. Në momentet e para, ngjarja u dyshua si aksidentale. Edhe pse ishte evidentuar një shenjë në kokë, u mendua se kjo mund të ishte shkaktuar nga një rrëzim i mundshëm i të moshuarit brenda banesës. Megjithatë, pas dërgimit të trupit në morgun e spitalit të Korçës dhe kryerjes së ekspertizës mjekoligjore, u konstatua se trupi i 78 vjeçarit kishte disa shenja dëmtimi, përfshirë goditjen në pjesën e kokës, çka tregonte për një ngjarje kriminale dhe përjashtonte pistën e një aksidenti. Ndërkohë, nipi i të ndjerit jashtë kamerave ka deklaruar se bëhej fjalë për një krim të rëndë, duke ngritur dyshimin se dikush mund të ketë hyrë në banesë për të vjedhur dhe më pas ka rënë në kontakt me viktimën duke e goditur në kokë, ku goditjet kanë rezultuar fatale. Informacion paraprak. Mëngjesin e sotëm në fshatin Bullgarec, Korç, është gjetur pa shenja jete në banesën e tij ku jetonte vetëm shtetasi GMV, rreth 78 vjeç. Trupi pa jetë është dërguar për ekspertizë mjekoligjore me qëllim përcaktimin e saktë të shkakut të vdekjes. Grupi hetimor, në drejtimin e prokurorisë, po punon për zbardhjen e rrethanave të rastit. Përgjigjja e mjekësisë ligjore ka mbërritur disa orë më vonë pranë organeve të rendit, ndërsa policia e Korçës ka nisur menjëherë shoqërimet. Në komisariatin e policisë janë shoqëruar fëmijë, familjarë dhe persona që mund të kishin dijeni për ngjarjen. Mes tyre është përfshirë edhe djali i viktimës, i cili mbante kontakt të rregullta me teatrin, por që në momentin e evidentimit të krimit ndodhej në territorin e Greqisë. Unë isha në Korçë, unë gjita për momentin kur arrita këtu e mora vesh. Me erdhi së keq, për keqësi e madhe. Kemi shumë vite, jemi komshin.
shumë mirë dhe djemtë si familje shumë njerëz të mirë, të respektuar. Këtë mori ekspertiza, të bëjnë ekspertizën të cikë, ta verifikojnë. Ta thotë policia që ngjarje aksidentale, ngjarje kriminale nuk e di. Në fazën e parë të hetimeve janë ngritur disa pista, duke mos përjashtuar asnjë të dyshuar, përfshirë edhe persona të afërt. Verifikimi i alibive të personave të marrë në pyetje ka orientuar hetimet drejt një ngjarje që nuk paraqitet si një incident i thjeshtë, ndërsa dinamika dhe motivet mbeten ende në proces zbardhjeje. Duke qenë se banesa e 78 vjeçare ndodhej e distancuar nga objektet e tjera përreth, fshinjët nuk kishin konstatuar asnjë hyrje apo dalje të dyshimt në banesën e Gëzimvijës. Sipas deklarimeve të tyre, viktima nuk kishte konflikte të hapura me askënd dhe njeh si person i qetë në komunitet. Megjithatë, burime nga banorët e lagjes për media dhe jashtë kamerave kanë ngritur një element që konsiderohet i dyshimt dhe që mund të ketë lidhje me ngjarjen. Sipas tyre, një nga dritat pranë banesës së të ndjerit ishte stakuar një ditë para ngjarjes. Ende nuk dihet arsyeja apo nëse ky veprim ka qenë i qëllimshëm, por fakti që zona ka mbetur pa ndritshim gjatë natës ka shtuar dyshimet për një përgatitje paraprake të mundshme. Banorët theksojnë gjithashtu se lagja kishte qenë objekt i disa vjedhjeve më parë, ku në disa raste ishin marrë sende apo edhe bagëti. Ky precedent ka orientuar hetimet drejt pistës së një vjedhje të mundshme. Megjithatë, nga këqyrja e banesës së viktimës rezulton se nuk mungonin sende me vlerë, edhe portofoli i 78 vjeçarit është gjetur i paprekur brenda banesës. Një tjetër element që ka tërhequr vëmendjen e hetuesve është fakti se dera e banesës ishte e kyçur nga brenda. Sipas informacioneve të siguruara nga grupi hetimor, një nga pistat kryesore mbetet ajo e një vjedhje të mbetur në tentativë me pasojë vdekjen. Kjo hipotezë mbështetet në faktin se ndonse dyshohet për hyrje në banesë, nuk rezulton të jetë marrë asgjë prej saj. Dyshimet paraprake janë se autori apo autorët ende të pa identifikuar mund të kenë hyrë në banesë me qëllim vjedhjen, por janë përballur me të moshuarin. Në këto rrethana, ai është goditur në kokë me synim neutralizimin dhe shmangjen e identifikimit. Më pas, dyshohet se autorët janë larguar nga dritarja, duke tentuar që ngjarja të dukej si aksidentale, ndërsa dera e banesës ka mbetur e kyçur. Deri në këtë fazë të hetimeve nuk është përcaktuar ende nëse kemi të bëjmë me një apo më shumë autor, si dhe nuk është saktësuar koha e saktë e kryerjes së krimit. Nga analiza paraprake e dinamikës së ngjarjes, rezulton se personi ose personat e përfshirë mund të kenë pasur njohje të mirë të zonës, duke përfituar nga struktura e lagjes e cila lidhet me dy rrugë kryesore dhe mungesa e kamerave të sigurisë në banesat përreth. Në vijim të hetimeve, policia e Korçës ka sekuestruar më datë 3 prill pamje nga kamera sigurie të vendosura në disa subjekte dhe banesa përgjatë rrugëve kryesore, në një distancë nga vendi ku regjistrua krimi. Pamjet po analizohen në detaje me fokus identifikimin e çdo lëvizjeje të dyshimt në intervalin kohor pranë ngjarjes, si dhe për të gjurmuar hyrjet edhe daljet në fshat. Për momentin, për organet e policisë mbetet e paqartë nëse autori i ngjarjes është banor i zonës apo një person i ardhur nga jashtë fshatit, ndërsa hetimet vijojnë në disa drejtime për të përcaktuar identitetin e autorit dhe motivin e saktë të krimit. Rreth orës 10:30 të datës 3 prill 2026, policia shkencore është rikthyer sërish në vendngjarje, duke thelluar veprimet hetimore në ditën e dytë pas zbulimit të krimit. Në këtë fazë, fokusi i grupit hetimor nuk ka qenë më vetëm ambienti i brendshëm i banesës, por është zgjeruar edhe në hapësirat përreth saj. Në vijim të informacionit paraprak të dhëndje për shtetasin GMV, 78 vjeç, i cili u gjeti pa jetë në banesën e tij në fshatin Bulgarec Korç, bëjmë me dije se grupi hetimor në ndërtimin e prokurorisë kreu një sër veprimesh hetimore. Nga këshyrja e trupit pa jetë rezultoi se kishte dëmtime në kokë. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon punën intensive për zbardhjen dhe dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti. Kërkimet janë përshëndruar në oborrin e banesës, si dhe në automjetin e viktimës i cili ndodhej i parkuar përballë portës së shtëpisë.
Ekspertët kriminalistë kanë kryer një dokumentim të detajuar të mjetit duke fotografuar brendësinë e tij dhe çdo element që mund të kishte vlerë për hetimin, në përpjekje për të identifikuar gjurmë apo prova që mund të lidhen me autorin apo me lëvizjet e fundit përpara ngjarjes. Paralelisht, në oborrin e banesës janë kryer gërmime të kontrolluara, me qëllim verifikimin e mundësisë që sendet e caktuara të jenë fshehur apo groposur. Ky veprim hetimor lidhet me dyshimet se autorët mund të kenë tentuar të fshinë gjurmët apo të largojnë prova materiale nga vendi i ngjarjes. Nga këto veprime janë siguruar prova të reja, të cilat janë bashkuar dosjes hetimore, megjithatë, deri në këtë fazë nuk bëhet e ditur në mënyrë të detajuar se çfarë konkretisht është administruar nga policia gjatë këtij kontrolli të dytë në banesë dhe në ambientet përreth saj. Ngjarja e ndodhur në Bulgarec mbetet ende një enigme hapur për hetuesit, ndërsa çdo detaj i mbledhur deri tani duket se më shumë shton pikpyetje sesa jep përgjigje të sakta. Dinamika e krimit, mënyra e hyrjes dhe daljes nga banesa, si dhe fakti që nuk rezultojnë sende të vjedhura, e bëjnë këtë rast të dalë nga skema tipike të një grabitje të zakonshme. Hetimet janë përqendruar në disa drejtime, por deri në këtë fazë mbeten të paqarta elementë thelbësor të ngjarjes. Viktimën, gëzimin, si e njihni, çfarë njeriu ishte? Shumë njeriu i pastër, shumë njeriu i mirë, ishte i nderuar, i respektuar, me të njerëzit, as më gjafë të binte, asgjë. Kur unë banoj jashtë shtetit, kur erdha këtu, më thanë, kështu për gëzimin. Thanë për gëzimin. Thanë për gëzimin, kështu. Unë që ditëm, e qoj që e këtim, tha, mua, ashtu gëzimin, tha, e kanë ashtu gëzimin, tha. Po për kur ikte në respektonte, ore me fëmi, me gra, me bura, me tëra, ishte shumë i respektuar. Shumë, po kur e mora vesh nuk e di si ndodhi kjo. Ka pasur konflikte me çfarë ju dini? As me një. As me një nuk kishte as me një. Do të thënë, nuk ka pasur konflikte në këtu. Konflikte as me njerin. Po me djem, si ka ecur? Me djem shumë mirë. Djali Genci ishte, ajo edhe ishin prej një dritë një këtu. Shumë thanë, ishin prej një dritë. Ishin prej një dritë. Ha? Kështu thanë, ishin prej një dritë, kështu nga tha. Kush është autori apo autorët? A kemi të bëjmë me një person të vetëm apo me më shumë se një të përfshirë? Cili ka qenë motivi real, një tentativë grabitje e dështuar, apo një konflikt i fshehur që ende nuk është zbuluar? Pse nuk janë marrë sende me vlerë, kur dyshohet për hyrje në banesë? Dhe mbi të gjitha, si është realizuar dalja nga vendngjarja pa u vënë re në një zonë ku edhe pse e distancuar, çdo lëvizje zakonisht bie në sy? Një tjetër element që kërkon përgjigje është edhe ndërprerja e ndritësimit pranë banesës një ditë para ngjarjes. A ka qenë kjo një rastësi apo një veprim i qëllimshëm për të krijuar terren më të favorshëm për kryerjen e krimit? Po ashtu, mbetet për të sqaruar nëse autorët kanë pasur njohje të zonës dhe të rutinës së viktimës, duke përfituar nga mungesa e kamerave të pozicioni izoluar i banesës. Edhe veprimet e ditës së dytë të hetimit me rikthimin e policisë shkencore në vendngjarje, kontrollin e automjetit dhe gërmimet në oborr, tregoj se grupi hetimor dyshon për elemente të tjera të fshehur që ende nuk janë zbardhur. Çfarë është gjetur konkretisht në ato kontrolle? A ka gjumë që mund të çojnë drejt autorit? Në këtë fazë, rasti i gëzim vijës mbetet një dosje e hapur, ku faktet janë ende të copozuara dhe e vërteta nuk është plotësuar. Një krim i kryer brenda një banese, pa dëshmitar dhe pa një motiv të qartë të konfirmuar, që kërkon më shumë se sa përgjigje të shpejta. Kërkon një hetim të thelluar dhe të kujdesshëm për të zbardhur çdo hallk të zinxhirit të kësaj ngjarjeje.